Përshëndetje të teleshikues të nderuar, vazhdojmë ciklin e emisioneve të sportit me legjendat e sportit në televizionin Koha. Sonte para juve është ish futbollisti dhe aktualisht trajneri në Akademinë e futbollit të klubit të futbollit Shkëndija, Husein Kadriu. Husein, mirë se erdhet në studion e televizionit Koha. Mirë se gjeta dhe faleminderit për ftesën tuaj në emisionin tuaj me legjendat e sportit. Fillimisht me pikat të shkurtë na thuaj kush në të vërtet është Husein Kadriu? Unë jam një tetovar, prindi i dy fëmijëve dhe banoj këtu në Tetov. Super. Atëherë, fillimisht me që është emision sportiv, na thoni kur i keni bë hapat e para, me sportin gjithsesi dhe pse u orientuat tek futbolli? Po, si çdo fëmijë, dihet ajo se futbollin e ka ëndër çdo fëmijë ka. Edhe unë hapat e para në futboll e kam filluar në vitin 1978 në Luboten, në ekipin e Lubotenit, për shkak se atëherë ajo ishte edhe te Teksi. Dhe e kisha posedojshë pak me talent, isha pak si talentuam pak në mirë, po përsëri ajo vullneti të bëhesh një sportist, një futbollist, ndërtoi të mirë me sport, me futboll. Atëherë, cili është klubi juaj i parë, zyrtar, dhe cili është trajneri juaj i parë? Po, si u përmendëm më thënë, klubi i parë, ku kam filluar të ushtroj, është ekipa e Lubotenit. Edhe trajneri i parë në atë kohë ishin dy trajnerë, është Aco Bilbilovski që qenë atëherë. Mandej erdhën Gage, mandej Rasko Mirçevski edhe Spirko Marikovski ishin ato. A mbani ndoshta mend cila është ndeshja juaj e parë zyrtare si futbollist në formacionin e parë të ekipit të Lubotenit? Po, për shkak se mbasi mbarimit të shkollës së mesme, shkuam ushtar isha, edhe mbas kthimit, erdhën të klubit, më thirrën për shkak se mu avansuan unë prej juniorëve kalova në ekipin e parë. Edhe në atë kohë erdhi trajner në ekipin e Lubotenit, trajneri i Vardarit, Çaslav Bozhinovski. Edhe ai njëjti po ashtu më kishte ndjek mu një lojë që kemi luajtur me Vardarin në Shkup. Edhe ishte interesuar për... Në cilën ligë luajshit? Ligën e parë Maqedonisë. Maqedonisë, po. Edhe se atëherë ishte Jugosllavi, se për shkak se ekipat tjerë ishin në ligën e parë, a ne ishim në ligën e parë të Maqedonisë. Mbas kthimit, unë shiqoj, tash s'kam ushtru, sa kam marrë për ushtria në Këndij, mirë po më detyruan të vazhdoj, të filloj me ushtrimet, edhe mbas 3 stërvitjeve 4, ai më futi në lojë. Bashkë atë javë kishim lojën me ekipën e Sasës Kamenicës dhe debitova atë lojë. Si përfundoi ajo lojë? Ma atë lojë fituam, 3-1 fituam. A mbani mend sa ndeshje keni luajt fillimisht në ekipin e Lubotenit? Po ndeshje zyrtare. Po mbasi u ktheva unë prej ushtria. Në prill ishte deri fund të kampionatit kishte edhe 2 muaj ashtu tepër, dhe 12 ndeshjet e fundit kam qenë edhe si fillestar, kështu fillim kam fillu, mirë po edhe pjesën e dytë kem angazhu, dhe mbas asaj ne pakim shënuar dëni golle. Jo, nuk kam shënuar atëherë. Ishte një ekip me vërtet ekip e keni luajtur me sfosharë, ashtu? Jo, kam qenë sulmues Krahut. Sulmues Krahut ku pas Lubotenit, ju u transferuat tek Jugoromi. Si ndodhi ai transferim? Që të kaloni nga Luboteni që ka luajtur në ligën e parë të Maqedonisë tek Jugoromi? Po në Jugorom, me kërkesën e trajnerit atëhershëm që ishte trajner në Luboten, Gage Mitrevski dhe Spirko, atë profesori se tashmë të nisi. Edhe ato kërkuan që ne të kalojmë në ekipin e Jugoromit. Për shkak se ative kishin nevojë për një stoper ku ishte Ejupi, kolegu, shoku im Ejupi, edhe unë në krah si sulmues i gjatë, edhe ne
kaluam atje për shkak se ishin kushtet më të mira. Se lutem veç unë ndërprer nuk kishim edhe rroga. Edhe kur gjë nuk kishim, atje kishim edhe rrogat, përgatitjet. Po. Edhe mendoj se me të vërtet ka qenë një klub atëherë Jugoromi, i cili posedonte edhe fabrika shkapun atëherë ishte. Po, Jugoromi. Po, kodrën e diellit e kishin çdo herë si primare për përgatitjet si verore ashtu edhe dimër. Ka pas hotelin e vet Jugoromi aty. Jugoromin, Inexin e. Po shka, më thuaj, sa je i kënaqur, për shembull, fillimisht tek Luboteni, pastaj edhe tek Jugoromi, dhe me cilët lojtarë, sidomos me ato shqiptarë, të cilët kanë luajtur së bashku me ti në këto ekipe? Në Luboten, më them në fillim atëherë kemi qenë me Niazi Likën, Afeti Çollopeki ka qenë, Ejup Sulemani, Ibrahim Luma, mandej në Jugokrom kam qenë saltëgunër me Ejupin, kam qenë prej shqiptarëve, që kemi qenë. Mirë po këto Luboten mandej u avansun edhe disa matri si Harun Lisa e disa qera tu, që... Sa ju respektoni juve si futbollistat? Në Jugokrom, me të vërtet kam pas respekt të madh shumë. 2 vjet kam qenë atje, edhe 2 vjet kam qenë standard, edhe kam qenë gollshënues 2 sezone kam qenë ndër gollshënues më të mirë. Cilët janë sukseset gjatë qëndrimit tuaj tek Jugoromi? Tek Jugoromi një herë sukses ishte për shkak se çdo lojë isha fillimtare, filloisha lojën edhe formacionin e parë kam qenë çdo herë, edhe isha edhe gollshënues. Mirë po edhe atëherë pata një ofertë, çka lutëm një lojë miqësore me Radničkin e Nishit, ku ishte edhe ish selektori i Serbisë, Piksi ishte edhe te, edhe ai ishte aty luajti me ne. Një personer të më ofroi një proletar në Zënjanin të shkoj. Mirë po nuk pranova unë. Për shkak se ishim këtu edhe me shkollë, edhe me biznesin, ashtu që Por çfarë përfituat krahas famës gjatë lojave në këto dy klube? Luboten, Jugorom. Atje njerë krahas famës, se famë keni përfituar me siguri, po. Njëherë lojat çka duheshin për çdo lojtar çka i duhet luajtë, patjetër të. Loja është primare për çdo lojtar. Nëse nuk luan si do të tregohet. Mirë po në Jugokrom kam pas edhe më shumë kushte, edhe më shumë hapësirë kam pas për të luajtur edhe. Po. Më thënë keni fituar një përvojë jashtëzakonshme për shkak se kishim edhe oferta të tjera, mirë po. Me rithemelimin e klubit të futbollit Shkëndija, do më thonë pas mbetësimit të Maqedonisë, në vitin 1992, ju nga Jugoromi jeni bë pjesë e klubit të futbollit Shkëndija. Kush ju solli tek Shkëndija? Po, ne mendoj se prishim, kur u fillu, vetëm me përgatitjet, fillojnë disa çka ishin, ne ishim veç te klubi i Jugokromit, mirë po veç u tregum se në mbarimin e kampionatit ne do largohemi. Ne ashtu edhe i luajshim lojat në Jugokrom, bëjshim stërvitje, mirë po vishim edhe me grupën e lojtarëve që ishin, me zotnin Nezhbedin Sinanin edhe Ismail Sulemanin, edhe ne vazhdojshim me ato ushtrimet që t'jemi prej fillimin e kampionatit t'jemi bashkë me ekipin. Si ishte rifillimi i parë, do më thonë, fillimi i parë i ndeshjeve të Shkëndijës pas rithemelimit, do më thonë, pas 81-shit kur u zhbë, atëherë u rikthye në vitin 1992. Po normalisht se çdo simpatizues i Shkëndijës mendoj se pritte Shkëndija të luajë, po ashtu edhe ne mendoj se prisim të luajmë dhe të fitojmë, për shkak se Shkëndija nuk shuhet, Shkëndija është një ekip ku me të vërtet do krenari për ne që jemi pjesë e klubit një herë dhe kemi qenë. Fillimisht keni qenë në ligën komunale me Shkëndija, është? Po, në Shkëndi kam qenë ashtu në ligën komunale ku garum atë vit dulëm fitues ligën e tretë. Mande edhe ligën e tretë fitues dulëm, britëm në ligën e dytë. Kur e përmendit ligën e tretë,
Me siguri e mbajsh mend ndeshjen me Fortunën në stadiumin e qytetit ku kishte mbi 20.000 tifozë. 17.000 diçka po të mba. Po. Si ishin ndjenjat atëherë? Si mund ta përshkruani ju si futbollist që keni qenë drejt për drejt i angazhuar në atë ndeshje? Para se të shkojmë në ndeshje, domethënë ishim në Hotel Lirakun, ishim në të gjithë grumbull, sigurisht në një direkt përbashkët para ndeshjes. Edhe ishim krejt bashkë edhe me nxit se pritshim të fillojë nesër ndeshja. Për shkak se ne e kishim veç kalu grupin, shkojshim veç ishim në ligën e dytë. Edhe prej mëngjesit, mendoj se ka ora 12 që shtu veç filluan ballistët në për qytet të dalin sen edhe ne. Kolonat të mëdha. Ne në për ditale tu shiqu sen edhe ishim tepër të emocionuar, po normalisht. Edhe kur dulëm, ndoshta me siguri mbajnë mend se krejt ekipa u veshëm me tesha në veshje, nisoj krejt edhe dulëm si fitues atëherë edhe morëm peharin aty, edhe ashtu që kaluam në ligën e dytë. Cilët lojtar ishin më të mirët pikërisht në atë ndeshje? Në atë ndeshje, Qatip Osmani ishte qatër ishte një, më duke se Bekim Mamet ishte edhe aty ishte, Bekim Osmani më duke si ishte, mos haroj tash, ishte edhe një lojtari i Shkupit me sfushova tash nuk më teket. Edhe Ibrahim Luma ka qenë ashtu, Luma, e besoj se krejt ishim njësoj ditë. Kush u solli tortën në atë ndeshje? Tash kom harru të tregu ditë, e di se në sollën tortën, edhe ertë edhe ai çunjes tash nuk më teket kush e solli tortën, nuk më teket. Po, ambulatoria Beogradi me sa. Beogradit, po. Kom se kom harru. Se ne nuk i kishim metat, vetëm se e di se atë festuam edhe. Sa përfundoi rezultati? Më duke se 4-1 ishte. 4-1. Në më thënë, ishte një fest e madhe që para lajmëroj se klubi i futbollit Shkëndija është një mini kombëtare e shqiptarëve këtu në Maqedoninë e Veriut. Po. Duhet të përmendet edhe se kur rish në teren dhe shofish anë mban stadionin mbushët, edhe njerëzit besonin se disat e telet ashtu vishin qajshin sen prej gëzimit të madh. Kush ishin shënues të goleve? Nëse i mbajsh. Se një mbajmë, Qatip Osmani di se edhe tash së nuk teke, më tregu. Okej, s'kali. Pas kualifikimit, pas vendit të parë në ligën e tretë, ekipi u kualifikua në ligën e dytë. Ligën e dytë, po. Na përshkruani diçka për atë momentet në ligës dytë, cilët ishin ato momente më të mira dhe më të rënda, më të vështira, Po, unë ligën e dytë mandej, unë u largova dhe shkova në qëtër klub. Do më thani ju nuk keni qenë pjesë e ligën e dytë. Po, ligën e dytë nuk isha për shkak se dushe të vinë lojtar pak më të ri, më cilësor, edhe dushe të vendin atime lojtarëve. Ju kaluat në Pirok apo në Reqis fillimisht më duket? Në fillim në Reqis ku ishte edhe tener zoti Edmond Miha. Edmond Miha, po. Po, edhe atëherë ishte sponsor zotri Ndjeri Aga, i cili me të vërtet ne ishim si shembull i këtë ekipeve tjera. Thëshin se Reqica është Ajaxi Pollogët. Ajaxi Pollogët, për shkak se me të vërtet ishin shumë lojtar cilësor që ishin në vitin e parë Shkëndijës, si Nuka, Rexha, unë ishe Mohametia, e disa qeta ashtu si përmendim. Me sa më kujtohet mu, ndeshje më të vështire keni pas pikërisht me klubin e futbollit Flamurtari nga Sallarët e Epërme. Me Flamurtarin me Reqicën mendoni? Po, Flamurtari Reqica në Sallarën e Epërme, edhe pastaj edhe në ku luajtë në kamion duke të edhe ajo ndeshja ishte mjaft e rëndësishme. Mjaft e rëndë, mirë po prapë ne dulëm fitues edhe duke se u kualifikuam. Rezultati 1-0 doli Menzeja. Po. Pasi ishte një lojë me të vërtetë. Ekipi futbollisti Flamurtarit nuk i realizoi penalltin, po. Mirë po duhet përmendim se edhe kamioni ka pasur lojtar të mirë shumë. Po. Në atë kohë kishte lojtar. Flasim për Flamurtarin e Sallarës së Epërme. Po, e di, kuptoj.
Për Kamianin, po. Do me thënë, në Shkëndi keni qëndruar vetëm 2 sezone, Po, garuese. 2 sezone të para, derisa kalojnë në ligën e dytë. Ligën e komunale dhe në ligën e tretë. Në Reqic sa sezone qëndruat? Një apo di? Në Reqic qëndruam 2 sezone qëndruam. Dhe pas Reqicës u largohet në Pirok, pse? Po, erdhë në Pirok puna, po shkak se shkuan disa shok atje dhe më thirrën edhe unë shkova me portierin Enver Ramadanin, si edhe Eyüp Sulemani, shkuam krejt bashkë atje. Husko, atëherë në thuaj, pas një kohë të gjatë, ju i dhatë fund karrierës futbollit, karrierës aktive të futbollit. Kur dhe në cilin klub ishit, kur përfunduat karrierën? Karrierën e dash fund unë në ekipën e Lubotenit, në fund. Edhe atje, për fat të keq pata një lëndim, një lojë miqësore që ka patëm, edhe une pësova një frakturë të kam e gjatë, edhe mbas asaj edhe une nuk vazhdova të lupa. A ju siguroj ekipin do një ndeshje lamë të mirë se, apo ndo një, si me thanë, në një pritje speciale për atë që keni përfunduar? Jo, nuk patëm asë gjithë, nuk patëm, Luboteni nuk patëm. Do me thonë, për fat të keq të tova, prej atëherë deri më tani vazhdon që mos të respektoj ata futbolistët të cilët i thonë lamë të mirë futbollit. Ashtu e drejtë është. Po. Çka pasi përfunduat karrierën si futbolist aktiv? Mbasi përfundova karrierën, fillova me biznesin tim që kisha, edhe mendojsha të filloj me punën e të hi në sport prap, derisa erdhen edhe më thirrën kolegët të filloj në Shkëndi. Po. Atëherë, gjatë karrierës si futbolist aktiv, me cilët futbolist më tepër keni luajtur? Do me thënë, jeni shoqëruar, jeni bashkë keni ndaj të mirën të keqen? Mendoni të... Po, tanë periudë. Pa marë, po. Qoftë në Luboten, qoftë në Shkëndia, qoftë në Pirok, qoftë në Reqic. Normalisht se më shumë kam qenë me Eyüp Sulemanin, edhe në Luboten, edhe në Juhokrom, edhe Pirok, edhe me Enver Ramadanin portieri që ka qenë, i ndjeri Mohamed Neziri, që ka vdishaj. Normalisht se me tjerët kemi raportet të mira si në Pirok, ashtu në Reqic me Zizin, me Reqën, e me disa tjere, do me thanë, edhe sot e kësaj ditën me ato, ne shoqërohemi, komunikojmë edhe jemi çdo ditë në... Dhe gjithmonë diskutoni për futbollin. Normalisht, sa të takohemi më një herë për mendim ato ditë, çka kemi luajtur, ku kemi luajtur, se si dihet ajo e futbollistëve sa kemi bërë. Kur e niset karrierën si trajner dhe kur u pajiset me licencë të trajnerit? Si trajner unë kam filluar në vitin 2002 në Shkëndi, edhe mbas 2 vjetëve atëherë ishte edhe i ndjeri Uran Imeri, atëherë ishte, edhe ai me çdo kusht, me çdo na këshillonte që shkoni të mini licencët patjetër. Edhe në vitin 2004 unë me Ibrahim Lumun shkuam bashkë bile, shkuam në Duran për licencën për B licencën të marrim. Andaj pas disa viteve unë shkova edhe A licencën e mora. Dhe tani posedon licencën pro? Jo, me pro licencën edhe pse pata të shkoj, mirë po për shkak që dyshme për punë që kisha nuk munda të largohem prej punës edhe nuk shkova të marr. Si trener ju kryesisht keni punuar me grup moshat e reja, cilët janë ato suksese të cilat i keni regjistruar apo i keni arritur në ekipet me grup moshat e reja? Po, duhet të them se të fillojmë prej vitit 2003 në UMAK kemi qenë për turniri ku me të vërtet e morëm në vendin e parë me një ekip italiane ku Agim Ibrahimi ishte edhe gol shënues edhe u zgjedhë lojtar më i mirë i turnirit. Pas asaj ne me
disa turnire tjera ku kam qenë edhe në Durrës, në kampin e Partizanit Tiranës së Tiku, me gjeneratën 2003 ku ishte trener ishte Zeni Arifi, unë ishe koordinator, ishe përgjegjës isha, edhe më atë loj mburën për shkak se Reshat Ramadani, edhe atër u tregu atje, edhe sot e kësaj dite Reshatin e kemi, edhe mburëm me Reshatin që kemi edhe besim se edhe dhe dalim edhe shumë Reshatat tjerë si aj. Bas asaj kemi pas edhe shumë turniret të ndryshme, si për shembull në prapë të Durrës të zoti Idris Gashi, du të përmendi dhe të falenderoj Turnoi i Pavarësisë, po. Tepri për shkak se njeriu na ka nderu edhe na nderon sot e kësaj dite çdo herë për respektin edhe për kujdesin që ka bën. Ju keni marrë pjesë edhe në turneun tjetër që organizon Idris Gashi, Vllaznimi Kup, ashtu po. Ajo është një ndër turneet më të mëdha në Europë sa i përket grup moshave të reja. Ne ishim në finale atëherë me gol avantazh në mundën e parë. Edhe normalisht përmendi një turnir në Strumic ku ishim shoqëruar edhe me ekipin e Dikurikut të Prishtinës, ku më lutën të marrë në turnir atje dhe erdhën ato në turnir në Strumic, ku erdhëm në finale dy ekipet shqiptare, Shkëndija dhe Dikuriku. Në Strumic. Dikuriku fitoi se e kishën në vërtet ekip më të mirë kishin. Mirë po ne kishim Dashmiri Lezin, Rova Jakupi Alban Jakupin, edhe disa tjerë që prej asaj ku ato ishin veç potencial të futbollit në grupë moshat e vogla. Si trener ju keni pas rast të jeni edhe ndihmës në ekipin e parë i Edmond Mihes dhe më pas edhe i Artim Shaqirit. Cila ka qenë roli i Husein Kadriut në këto raste, në këto momente, pra si ndihmës trener i ekipit të parë me Shkëndijën dhe cilat janë sukseset që u shënuan atë kohë? Po, me zotëri Edmond Mihen, ai besoj se mburem atë për shkak se ka qenë një njeri i sportit, një trener i cili me të vërtet kalon gjurmë, mbas 2 librave që ka kanë nxjerrë, mirë po të themi edhe stërvitjet që ka i bën të ishin në vetën stërvitjet që na kënaq të krijojnë neve këtu. Mbas asaj edhe si lojtar kam qenë si lojtar i atij në Reçis, mirë po tash erdh puna të bëm edhe ndihmësi atij për shkak se kishte besim të unë edhe më thirrje të jem si ndihmësi atij. Mondej me Artim Shaqirin, ishim në Shkëndij, edhe atë vit ne fituam në Vlorë 100 vjetorin, ku mund të mburemi se Shkëndija atëherë ishte fituese, po edhe ju keni qenë prezent, ku ishte edhe kryetari i Federatës Futbollit të Shqipërisë, po Duka, edhe disa doktor Habili me profesor Miftari ishin aty, që më të vërtet ishin pjesë e ekipet që na jepshin një farë vullneti. Një moment që nuk harrohet kur, a? Po, normalisht. Ju një kohë keni qenë i angazhuar edhe në Federatën e Futbollit të Maqedonisë si trener, më duket. Po, unë kam qenë si ndihmës seleksionis i Maqedonisë U21-shit. Me Babunskin, sa duket. Me këtë profesor Boban Babunskin, i cili mund të them se me të vërtet ka qenë një trener me të vërtet shumë i mirë, edhe një gjallë që ka respektu se cilin në ekip që ka kemi qenë. Besoj se atëre shumë lojtarë depërtuan. E bani me ndonjë nga futbollistët shqiptarë që ishin në atë kohë? Normalisht, atëherë në atë kohë fillim njëherë ishin në mbarim të vitit ato Agimi Ibrahimi, ishte Muharremi edhe Muhamet Huseini. Ato kaluan, masi mbarun ato dhe ne filluam me generatën 1990 të lindur, ku atëherë murëm Ferhan Hasanin, Gjelil Abdullahin, Samir Fazliun, Zeni Usmanin, edhe disa që po. Edhe 24 loje nuk kemi pas humbje. Ishte me të vërtet një ekip e cila me të vërtet ishte luftarake, kvalitet kishim, edhe qajo lojë vetëm danimra që kemi hup 4-3, atë humbje e parë ishte jona, ku referet me të vërtet
e banë atë punën e tyre që ka duhet Gjithmonë të janë fajtor, Se lushim me Danimarkën ku me të vërtet atu habitën me suksesin dhe me kvalitetin e lojtarëve që posedosh. Uska, cili është roli juaj aktualisht në Akademinë e futbollit të klubi futbollit Shkëndija? Për shkak se kur e mur ekologi, tash atëherë unë ishe koordinatori parë dhe vazhdova përsëri prapë me ato. Mbas disa viteve erdhi deri te ndryshimi i pozicioneve ku unë tash jam si përgjegjës të grup, si Liga e Fëmijëve, dhe kemi Super League edhe Ligën e Fëmijëve, aty edhe jam si trener të grup moshat 2014 edhe 2016. Sa është interesimi i të rinjve tash të angazhohen në futboll? Në krahasim me më përpara. Besoni se interesimi është shumë i lartë. Ne kemi kërkesa çdo ditë, thoj se në çdo kategori të vinë gjemt të ushtrojnë. Mirë po e kemi edhe numrin e caktuar, limitit se më tepër nuk mundet se nuk ke sukses. Do të kesh një numër të caktuar të lojtarëve ku mund ta bësh edhe stërvitjen si duhet. Mirë po duhet të dim se edhe nuk i dihet kur mund dalë lojtari. Po sa je i kënaqur me kushtet që ofrohen në Akademinë e futbollit tek Shkëndija? Po normalisht kushtet i kemi ne më të mira se krejt ekipet tjera. Mirë po tash për momentin na mungon terreni, infrastruktura, normalisht për shkak se deri tash është një problem kyç. Ajo është një numër 1. Ngritjen e cilësisë e futbollit ashtu. Mirë po veç kanë filluar te klubi, veç atë mendojnë edhe në atë aspekt. Normalisht e premoti ishte mirë po derisa erdhën te ajo pjesa, edhe tash si të bëhet ajo pjesa e infrastrukturës, besoj se dije se më mirë për krejt, si për trenerët, si për fëmijët që dalin lojtar më cilësor. Uska, ti je pjesë e Shkëndijës, padyshim aty. Shkëndija këtë sezon ka shënuar një sukses të jashtëzakonshëm. Si e cilësoni ju këtë sukses? Normalisht edhe kam marrë pjesë të thujse të gjithë lojat që kemi luajtu. Kjo është një sukses ku krejt mburemi për shkak se Shkëndija arriti një rezultat shumë të lartë. Rezultate historike. Historike ku në Maqedoni jemi për ekipe më të mira, që kemi korë sukses më të madh. Edhe besoj se do vazhdojmë me këtë nivel që të kemi edhe më shumë sukses. Rezultatet që ka shënuar Shkëndija në garat evropiane kanë ndikuar edhe në ngritjen e rejtingut të futbollit të Maqedonisë. Normalisht, ajo ka ndikuar shumë për shkak se rriten poenat më shumë që të marrin pjesë ekipet tona në garimet. Keni luajtur një kohë të gjatë futboll aktiv. Sipas juve, aktualisht cilët janë futbollistë më të mirë, 3 futbollistë më të mirë shqiptar që ju mund t'i veçoni? Mendoni këtu në Maqedoni? Në Maqedoni, në veriut. Për momentin tash Enis Bardhi është më vërtet një lojtar i mirë, shumë pa konkurrencë. Pa konkurrencë për mu, edhe pse ai du të falenderoj atë se ai ka ardhur në një pjesë ku kemi qenë një turnir, edhe na ka respektuar dhe na ka nderu në shkup të kolegu Bedriu, edhe nuk e harrojnë edhe fëmijët ata se ishin të kënaqur me atij. Mbas atij mund të them edhe Aljovski ka qenë vërtet një lojtar Ergjani shumë mirë, edhe pse ai kur ka filluar në reprezentacionin e Maqedonisë, ka filluar me ne te grup moshat tona ka filluar, mandej kanë vazhduar ti që Zjan Aljovski. Normalisht edhe Visar Musliun, i cili për mu ka qenë prej stoperëve një më të mirë. Domethënë edhe shtyllë e reprezentacionit të vite me radhë ka qenë. Sa vite ka qenë. Mese edhe ju në kohën e fundit nuk është mirë, ka disa lëndime dhe është në pikpyetje për ndeshjen me Danimarkën që luhet me 26 mars. Por kjo është e kjo. Atëherë, cili trener do t'i veçoni si më të suksesshëm? Flasim për trenerët shqiptar. Po këtu tani që tipi la pak përshtypje më tepër për shkak se në bazë të sukseseve. Në bazë të sukseseve që kishte aty. Këto në Kosovë Ramadani
si kishtë Zekiria Ramadani, Sarova jemi, Zekiria Ramadani, edhe ai pat sukseset i shumë. Tjetër këtu, Ardian Nuhiju nuk e di tash edhe Artimi pat sukses pak mirë, po deri në fund nuk e mrini në grupën e fazave të mbërrimit. Megjithatë, sukseset më të mëdha të Shkëndijës është duke i shënuar Jeton Beqiri. Për tash, unë tash më fund ata Jeton Beqiri ishte ai çka i vu kapakun e krejtëve këtyre, çka i boni edhe suksesin më të madh për krejtëve këtyre çka i përmendëm. Gjatë karrierës tuaj të gjatë si futbollist, si trener, cili është ai moment që ka qenë më i gëzueshëm për ju në sport normalisht? Ndoshta ju e mbajnë në mend me dy lojat, një e përmendet me Fortunën. Me Fortunën që ka luajtur, mirë po e tjetra Ligën e 4 që kemi luajtur me ekipën e Saracinës, ku edhe aty ishin Slobodë Saracinës, po. Po, edhe ne kishim patjetër të fitojmë, edhe pse kishim pakës tepër ngarkesa edhe emocione, mirë po edhe na thënë edhe më herët kryesisë, duhet të ruani, mos të shkoni te referët të bëni diçka se mundja do ta ndërpresin lojën. Edhe atë lojë e mbaj mend për shkak se ishte gollshënuesi 2 gollave. Do ta mbaj mend edhe të ndjerin Irfan Xhelilin, i cili aq tepër u emocionu që nuk u ndalte duke qarë, derisa e kapëm krejt e ndalëm, se me të vërtet ishte një sukses ku arritëm të mbrim në ligën e re. E mbash mend sa gole parafërsisht ke shënuar gjatë gjithë karrierës? Po, ligën e 4 edhe 3 janë dhënë shumë golle dhe nuk e kam mbajtë evidencë të rregullit dritë. Se thuaj se çdo ditën lojë unë gol kam dhënë. Cili është momenti më i vështirë juaj gjatë kësaj kohe që jeni me sportin? Që nuk doni edhe ta mbani mend, ha? Po, normalisht ajo është ajo lëndimi që e pata në ekipin e Luvotenit, ku erdhi deri te lëndimi i këmbës e frakturë, edhe besoj se nuk dua askujt të ndodhe ajo. Po. Atëherë, çka i mungon sportit tetovar? E thamë edhe parës, infrastruktura numër 1. Derisa të bëhen terrenet, derisa të vije ajo që të ushtrojmë të lirshëm në një anë ne, ekipat tjetër në një anë tjetër, a kështu ushtrojmë thuaj se 22 ekipa në ditë me një terren. Atëherë ju, sa që keni 2 fëmijë, a merren me sport ata? Jo, gjallim filloj të merret me sport, filloj pak 2 muaj ditë ashtu, erdhi në stërvitje, edhe mbas asaj u largu, nuk e vazhdoj. Sa e keni pas për krahjen e familjes gjatë gjithë kësaj kohe? Normalisht e pa për krahjen e familjes, nuk do vazhdojsha, mirë po për herë kam pas si shtyllë që më ka përmbajtur edhe çdo herë, edhe pse kam mungu ndonjëherë kur kam qenë në stacion, vite puna, 1 javë, 10 ditë, 5 ditë, kam mungu, mirë po ato për herë ka qenë ato që më kanë përmbajtur, edhe sot e kësaj dite jemi një familje. Deri kur Husein Kadriu do të vazhdon me futbollin? Besoj se derisa mund të vrapoj, derisa mund të garoj, derisa do të mban shëndeti, faktikisht. Normalisht. Po. Husko, kemi bisedu mbi gjysmore. Na thuaj, mos kemi harruar vallë diçka që pjesim që opinioni duhet të dije për karrierën tuaj? Jo, besoj se krejt çka ishte në pyetje ju i banat pyetje tuaja, dhe mendoj se nuk kemi kur zhvilleshuar. Atëherë për në fund, ashtu siç e don edhe Rendi, cila është porosia e trenerit Husein Kadriu, drejtuar sportistëve të ri ose rinis, të cilët pretendojnë që të vazhdojnë karrierën me sport, gjithsesi futboll? Porosia jeme është ato, nëse e duan sportin, ato do vazhdojnë dhe ushtrojnë. Mirë po, du të dini edhe prindi, edhe ato du të shohin njëre apo sojnë kvalitet, dhunësin ja ka da Zoti që e ka da, mirë po edhe me punë mund të arrijnë.
Mirë po, mos harrojnë se mos e lanë anën tjetër edhe shkollën pa tjetër. Tisëm paralel tisëm se në seminarin në Dublin, ku ka qenë, kjo është e lidhet për herë. Futbolli edhe shkolla një. Pa tjetër të jese, se nuk dihet deri kur mund të vazhdosh me futbollin, shkollën duhet ta kesh për herë. Husko, ishte nder që ishit misafir në emisionin me legjendat e sportit këtu në televizionin Koha. Unë në emrin tim personal dhe në emrin e televizionit Koha ju falenderoj për praninë tuaj këtu në hapësirat e televizionit Koha. Faleminderit edhe juve, faleminderit shumë për respektin që e bëni sportistëve të Tovës që i sjellni këtu dhe tregojnë historinë e tyre dhe vlerat që kanë pas edhe të vazhdojnë më tutje me sportin. Ju falenderit. Ndërsa ju teleshikues të nderuar deri në emisionin e radhës të emisionit me legjendat e sportit këtu në televizionin Koha, natën e mirë dhe mirupafshim.